E bën edhe të drejtje, ta kriminella. Po I vras njerëzit, po I lën pa bukë. Të bati me një krim të dari vetë nga molla. We will not be held responsible Sahaj, bu, for any hearing impairments sahaj. caused in excessive training this summer. Okej. Tema e radhës është diçka që mua më ka shqetësuar këto javët e kaluara, por për arsye se kam qenë goxha I zënë personalisht nga puna dhe nga shkolla. Nuk kam pasur rastin domethënë që të kushtoja një podcast eksplicit kësaj pune dhe ka qenë pjesa kur në disa nga televizionet shqiptare figura famous ose infamous të TikTok-ut dhe të mediave sociale janë treguar me gisht si shembull të këqij për shoqërinë dhe ka ndodhur pikërisht nga media që ose janë të rrënuara, që nuk kanë asnjë lloj produkti për t'i ofruar shoqërisë dhe që janë duke ngordhur avash avash, si dhe nga media që kanë programe që në mendimin tim personal, por dhe në një mendim të shoqërisë dhe të njerëzve që mua më rrethojnë në jetën e përditshme, që programet që ato japin janë akoma më denigruese dhe akoma me nivel akoma më të ulët se sa çdo lloj ujku TikToku apo personazhe të ndryshëm këngëtar apo gangster apo etj. Tani si para shtres domethënë nuk e di nëse jeni ndjeni të problematikës, po doja një 3-4 minutë nga secili domethënë që si e shihni ju para se të kalojmë në një tip debati. Andi. E para do të bëj një batutje me bërë si Fevzo që ke edhe një pjesë të tretshëm që flet për ato pandat dhe ato çështjet globale, po unë nuk jam shumë, domethënë ndoshta duhet të di, nuk jam shumë domethënë nëse është për aktualitet po, por nuk jam shumë në këto mohabetet e Instagramit dhe TikTokut, se s'para I ndjek. Jo s'para I ndjek, mundohem t'i shmang, më thërë dal më mbyll syt, maramën që të më mbyll syt. Po edhe nuk e di për çfarë kena rasti konkret, që shumë përgjithësi e di që media shqiptare është mbushur me promovim budallëk dhe kur nuk I duhen më, çfarë bën I hedh tutje. Nuk e di nëse I nis në një rast kështu konkret apo në televizion apo personazh konkret. Rasti konkrete për shkakun që se unë nuk e kam problem vetë të flas, është Top Channel-i dhe TV-shoja, domethënë po Top Channel-i fare, duke u nisur nga programet që për mua janë llumi si përputhen apo kepi të ndimjeve apo më the thash. Kanë dalë edhe Big Brother bashkë, si dhe atë showin e të dy atyre binjakëve, domethënë që bënin ato pjesën komike sikur gjasme I hidhnin sperm femrave të ftuara që kishin dhe këndonin para mikrofonit. Kritikonin persona siç janë Klevio Serpiano, Kozaku, Ujku Shiaku apo ujqër të tjerë që mund të ekzistojnë, që çfarë modeli janë këta që po japim në shoqërisë. Nga njëjti pozicion kur çdo gjë që ata reklamojnë në jetën e tyre në programet e tyre të përditshme, domethënë nuk kanë asnjë lloj vlere dhe janë programe që në Britani ose në Gjermani për shembull janë programe që janë dumb down, domethënë që thjesht I bën brainwashing shoqërisë, I jep atë serotoninën në darkë kur kthehen nga puna që të kenë me çat merren edhe të dëfrehen në një lloj mënyre të ndihen superior nga ata të tjera që janë kaq ignorantë dhe kaq budallënj që dalin përpara kamerave. E kupton? Po, jam pak më I qartë. Unë pash një intervistë të këtij Kozakut, të cilin nuk e njihja si personazh, domethënë përpara se ta arrestoja, ç'a ndodhi ajo gjë që e kapën me Fiodora Fiore. Domethënë, unë kam pasur një lloj vlerësimi për Fiodorën, si një lloj gazetare. Nuk e di, njëri nga këta kush Klevio ishte. Po, okay. Se më duken si një lloj. Ky djali tani ishte në intervistë me këtë dhe unë kam pasur një lloj vlerësimi për Fiodor dhe kur përshikoj pash që ky ishte në intervistë tek TVSH-i, kanali I parë I TVSH-s, më jam tronditur komplet një se kishte rënë për të. Sikur kishte pinja 2-3 teke bari, edhe ndërkohë që fliste përballë saj thoshte se thuti mu kështu, por ndërkohë që e kishe për I person tjetër, domethënë ishte shumë aliene si skenë.
Top Channel ka marrë personazhe kështu me meta mendore për mua, ajo pasditja që është ajo gjëja që bëjnë ata klani pastaj promovim budallish, po më sa duket pas ka filluar dhe TVSH-ja. Edhe këto personazhe që flet ti, këto përputhëset edhe këto të këtyre programeve të tjera, këtyre trash TV, domethënë është ironike se si mund t'i pyesësh për mend dhe mund të flasësh për personazhe të tilla, që thonë që kush është më mirë me nder jush, kur thoshë gjyshe ime, njëra është kak, kurse tjetra është pak më shumë kak, është e njëjta gjë. Ai që më shqetëson mua, do të pash dhe para ca ditësh është flasin personazhe të cilët ne po flasim në hapësirë dhe jemi 3 veta, këtu po flasim në hapësirë të lirë në Twitter, ndoshta nuk do na gjojnë rinj, ndoshta na gjojnë 10 veta, 15 veta, por në televizion kombëtar ti nuk mund të marrësh njerëz që janë as pak të kualifikuar dhe të flasin për çështje të përdhunimit të femrave, për çështje shumë delikate, për çështje ekonomie, edhe ai që më shqetëson mua është që merren të njëjtat persona që domethënë o janë bërë të famshëm nga emisionet bastarde, nga ato që përmendë ti, dhe flasin për tema, japin mend për tema aq delikate sa nuk ta pret mendje. Nuk e di, para pak kohësh ishte ky Bledi Mane, Alfred Cako, kjo Ina Kolçako, çfarë është kjo? Që flisnin nga vaginës deri tek gjeopolitika dhe lufta në Ukrainë. Ta 3 ditë për ditë, sa herë kishte ky emisioni 4 orë, rreth 4 orë. Domethënë duket sikur ke mbledhur personazhe të spitalit psikiatrik, i sjell aty dhe thotë lutem flisni. Nuk do ishte ide ajo është më e pakta, po të kalojmë pak Albit një moment që ti shprehet dhe pastaj ta hedh kap në runde. Albi? Atëherë unë mendoj që mediat fatkeqësisht e luajnë rolin e edukatorit, në kuptimin që e mësojnë audiencën se çfarë të mendojë dhe si ta mendojë. Por ne duhet ta kuptojmë, domethënë ne e kuptojmë, po njerëzit duhet ta kuptojnë që mediat nuk janë po themi Akademia e Shkencave ose universiteti ose shkolla. Nuk është se kanë një fond caktuar, shpërndajnë rrogat dhe vazhdojnë bazë në disa kurrikuleve. Media shkon pas audiencës, sidomos media komerciale. Nuk do duhej që televizioni shtetëror të shkonte pas audiencës, po me sa duket kanë kaluar nga trupi dhe shëndeti dhe hapësira e blertë, kanë kaluar në ekstremin tjetër të klevi. Tani problemi është që kush e ka audiencën? Këto media po e shohin që po bën namin në TikTok Klevio Filani Fisteku, edhe thonë si ta mjelim tani ne famën e këtyre për klikime, sepse rinia aty po shkon. Edhe bëjnë një emision. Duhet ta kuptojmë që edhe nëse ata e kritikojnë Klevion, vetë fakti që po i përdorin emrin, po marrin audiencë me emrin e tij. Po e shfrytëzojnë emrin e tij. Ai duhet të thotë më jepni lek se po merrni reklama me emrin tim. Edhe kur dikush bën meme me dika, po e shfrytëzon famën e atij personi, se me një person që s'është i famshëm ti s'bën meme, se s'ke audiencë. Apo ja. Atëherë, nëse jemi në këto kushte, ku shkojmë pas, unë mbaj mend këtë Fabian Zhillën që bëri një status super kritik ndaj përputhen edhe ndaj degenerimit si e konsideronte ai të shoqërisë duke pa këto emisione. Dhe çfarë ndodhi? Doli edhe Fabian Zhilla në televizion. Dhe absurdi ishte që edhe kritika u përdor për klikime. Dhe këta kur dalin për të kritikuar Klevion, është thjesht një mekanizëm për të rrit audiencën e vet. Edhe moralizmi, po them, jo morali, po edhe moralizmi është mall që ata i shesin. Ata nxjerrin një moralist, sepse ky moralist i merr klikime ose shikime në rastin e televizionit. Dhe në këtë logjikë është edhe kjo puna rreth 4 orë që flasin për avokatët në Han apo ku diun se për çfarë. O Albion fal, përballë vën Olsi Yazexhiu dhe Zhakun, dhe ti çfarë pret të ndodh kur këta dy personazhe do takohen? Po pse mendon se i kanë vënë përballë ata dy? Pikërisht pra sepse do bëjnë zhurmë dhe do ketë klikueshmëri. Nuk është se do e kanë Olsi Yazexhiu edhe pse është një më problematik në televizion. Se do dalin nesër një lajm në portale, Olsi Yazexhiu lëshon bombët. Do e klikojnë dhe do shesin reklamën të tyre. Kjo është i gjithë thelbi i biznesit, kështu bëhet biznesi i tyre. Tani nuk është se ata funksionojnë edhe me mënyra të tjera, funksionojnë me gjoba, funksionojnë me korrupsion, financohen në shumë mënyra, por kështu do të jetë gjithmonë, fatkeqësisht media komerciale. Kështu që njerëzit që na ndjekin, ne e dimë, po njerëzit që na ndjekin duhet të mësojnë diçka. Nëse ty nuk të pëlqen Filan Fisteku, mos e kritiko Filan Fistekun. Nëse ty nuk të pëlqen Filan Fisteku fik televizorin, mos i jep like,
mos e komento, injoroje totalisht, ta harroj edhe algoritmi, ta harroj edhe kushdo tjetër. Nëse ti e harron dhe dënon me injorim një person, në botën e medias, nuk po them botën reale, po në botën e medias atë po e vret. Kjo është vrasja për ta injorimi, kështu që Ja ta trazoj unë çikën xherën se jemi në fakt ne të tre këtu jemi të gjithë nga një anë e muhabetit, po të vetë unë nga ana tjetër. Pa deri në momentin që kjo emisione nuk që përforcohet dhe ajo që tha Ardi, domethënë që ta përdorin dhe i shtojnë famë jo vetëm vetes duke përdorur këtë, po edhe atij tjetrit, të cilin po e mbajnë në gojë, se ata që se kishin dëgjuar këtë personazh tani do të dëgjojnë dhe fillojnë ta ndjekin. Unë di i njoh shumë mirë se kush është, pasi unë jam pa më i vogël se sa ju, Mohamedja, edhe kam një nga shokët e mi që ndjek sidomos Klevin, domethënë shumë fare, e kupton? Edhe në këto ditë që sapo kishte ndodhur kjo emisioni që ishin thënë që po këta po na marrin fëmijët me qafën e gjitha budalliqet e ndryshme, domethënë. Më thonë ai shoku të lutem, duhet futesh se s'bën me një nga këto live-et e regjistruara që ka filani dhe duhet ta shohësh se s'bën. Unë normalisht gjithmonë me atë skepticizmin tim që nuk më lë në fakt ti zbuloj disa gjëra në kohën e dur, zgjat disa ditë deri sa një ditë ula dhe e dëgjova, edhe nuk e di domethënë sa e besueshme do të jetë për ju, po në atë mënyrën vetë, domethënë atë mënyrën vulgare ose ku dëgjon vërja një emrin juve, e keni empty space, i jepi vendosni çfarë lloj epiteti të doni. Kishte disa gjëra për shkakun që nëse do rishkruheshin në letre në një format tjetër, mund të kishte thënë edhe Bloni, edhe Andi, edhe Albi apo edhe çdo kush tjetër, domethënë në thelb, mënyra se si i sulmonte domethënë dhe mënyra se ka dhe një lloj talent këta tipa ose ky më saktë në fakt, se thoshte mirë unë, se unë kshu jam, domethënë kam qenë në burge, jam metamendore, domethënë thoshte ti, e kupton, e bënte mokër i vetes, po juve, domethënë që e mbani vetëm për më mirë, pse merremi me ne, pse ftoni vipe dhe i hidhni atë qumshi në gojë të mikrofoni e këtë të tjerë. Nga kjo ana ky domethënë për çdo adoleshent, domethënë duket që por Allah kë mirë ka. Domethënë, mirë këtë e dim gjithë ne. Këtë gja e ka epitetin që është i keq, është i ligë, është ku dëgjon me të meta ose është burgaxhi apo etj. Po këta që janë gjasme në high ground, që janë në më lart moralisht, domethënë. Çfarë po ofrojnë ta? Se këta nuk po ofrojnë asnjë gjë, domethënë, po në kohë shajt ata të tjerët. Këtu ka një drejt shumë të madhe, edhe unë besoj që tregu është ai që i nxjerr ta personazhe. Edhe nëse Big Brother, nëse përputhen, edhe çajn këto personazhet e Instagramit, Klevio këta nuk do ndiqeshin, nuk do ishin të famshëm. Dhe çështja është kush i ndjek këta. Problemi është i ndjek. Po ne jemi që ankohemi. E vetmja mënyrë është ajo që tha Albioni, është që nëse ti nuk e ndjek, nuk kanë ushqim, sepse i vetmi ushqim që kanë është audienca. Tu sa e pret ushqime, nuk janë famshëm, do i shoh vetëm këta të lagjes. Unë sa herë vin ndonjëherë me makinë te puna edhe i dëgjoj shpesh herë këto këngët e këtij Klevi, se nuk e njihja si personazh dhe kur i kam dëgjuar mendoj që ishte kështu për shaka, mendoj që ishte në troll. Edhe se kishte edhe këtë zërin kështu si hyrë. Edhe këto rimat kështu pa lidhje, fjalë kap një fjalë aty kap një fjalë. Edhe po dëgjoja që goca që janë speaker edhe që japin lajmet aty te ne, edhe po dëgjoj që e kishin me shumë qejf të Klevio. Edhe po më çuditje si ka mundësi. Por problemi u flet u shkëpute Andi. Jam duke dëgjuar. Tani të dëgjoj. Nuk duhet fajsuar ai se po bëhet ai famshëm. Problemi është që janë njerëz që e bëjnë famshëm personazhet. Ai nuk ka asnjë fare, domethënë mund dalë dhe budalla tjetër aty. Thon shumë gjëra. Problemi është kjo jehona që japin televizionet kombëtare sidomos, që marrin në intervistë dhe publiku që i ndjek. Dhe mënyra se si mund të luftohet për mua, kjo nuk është duke e kritikuar. E para është ndoshta ti nuk do ta shohësh, dhe kaq. Edhe e dyta unë besoj se mënyra më e mirë është të krijosh modele. Sepse modeli mund t'i rri përballë antivlerës ose jo modelit. Po nëse bën vetëm kritikë dhe nuk ofrohet një model,
sepse nëse ata njerëzit mirë thua mos dëgjoni këtë Klevion, po këtë dëgjojnë një këngëtar të mirë. Dhe normal, një vlerë do ishte po them kështu kod në mënyrë Gjoni Alban Skënderaj. Po nëse nuk ekziston një vlerë edhe në televizion, nëse nuk del dikush që të flas drejt, flas mirë, edhe të krijojë një lloj vlere, normalisht kritika bëhet dhe kritika e pavlerë, sepse normalisht mund ta kritikojmë Setilin, që është kështu, është ashtu, mund ta kritikojmë Alfred Sakon, por në momentin që betemi pa krijuar një model anti Alfred Sakon, kjo ndodh edhe për më gjëra edhe në televizion edhe në protesta. Unë besoj se shoqërisë shqiptare kjo është ajo që i mungon modele. Për të dhënë edhe një lloj peizazhi ty të gjendjes, domethënë, po edhe për më shumë. Unë si individ vetëm jam absolutist i lirisë fjalës, domethënë. Për mua duhet lejoheni të gjithë këta edhe të gjithë ata të tjerë çfarëdo lloji sado të jetë mendimi kundër se mua duhet të jetë absolut i lirë çdo lloj individi të ketë platformën e vet, sepse jam shumë dakord. Problemi është që kur kjo fjalë mund bëhet e dëmshme, sepse ka një kufi kur bëhet e dëmshme. Ja ta them kur mund të bëhet e dëmshme. Pse është bërë i famshëm Klevio? Klevio që është bërë i famshëm me gjysmat e këngëve, të paktën me aq sa kam dëgjuar unë, se mund të ketë edhe akoma të tjera, por edhe me këto live-et edhe këto gjërat që bën, e di pse është bërë i famshëm. Sepse ndryshe nga të gjitha personat e tjerë që ja luajnë njëri tjetrit, i bëjnë qoka njëri tjetrit, vipit, domethënë nxjerrin kështu, nxjerrin ashtu. Ai është futur që në fillim kur ka hyrë në skenë, është futur me spat. Domethënë kur i thonë, e don vetëm merr, shaj, bëj dhe ka demaskuar kohë mbas kohe, nga që ka qenë i përfshirë, domethënë, se me sa di unë ka qenë i përfshirë me një pjesë jashtëzakonisht shumë të madhe të këtyre që e mbajnë veten sikur janë ajka si shqiptare, domethënë. Se ç'a bën ky tani? I thotë që juve që i shisni mend gjithë i popullit, domethënë, jeni kështu, edhe ka nxjerr të palara, domethënë lloj individi, si ato individët që ti po thoshin përpara që ftojnë këtë filani, sikur janë ata të kualifikuar dhe japin mend, domethënë. Këtë ka bërë. Prandaj shumica e njerëzve, domethënë, me sa më kam kuptuar unë tash këto kohët e fundit, nuk e ndjekin me atë ja të bëjmë si ky. Më duket se janë jashtëzakonisht shumë tralla ato raste ton, po e ndjekin vetëm për faktin se i pëlqen që kësaj klase vipash që deri diku ka qenë të paprekshëm nga ana e moralit, doli një individ si ky që i thotë që ju jeni të gjithë llum, edhe un kam argumenta dhe histori dhe fakte pse ju jeni të gjithë llum dhe jeni njerëzit e fundit që mund t'i drejtoheni publikut për t'i dhënë shembull, apo si ku dëgjon. Dilte muzikë tash e vllai fliste për tani ku dëgjon për dëmtime psikologjike, thoshte një fjali, thoshte një 4 fjali, domethënë që nuk thoshte në asnjë gjë. Thjesht përdorte fjalë. Ai nxirrte tinguj, po se çfarë thoshte nuk merri vesh. Dalin ata të tjerë të flasin për dhunën në familje, domethënë kur ato tekstet i kanë ashtu si i kanë. Unë me këtë jam pjesën. Ti vërtet e ke atë profilin të qëndroj profilit, nuk mund të hapesh si vaj në lakra. Edhe sa do antagonist, se ky është si anti-hero, valla. Ke parasysh si e ka ai Marvel me të kuqe, Deadpool. Këtu mua kështu më ka vajtur paralelizmi. Mund të jem, domethënë mund të shtoj vlerat apo mund të heq vlerat, nuk e di. Po këtë e kam menduar në fund. Është një personazh, domethënë në mënyrën e tij brutale, karizmatik, se nuk ka shanse që ta ndjekin ai shumë mira njerëz, janë me 60.000, me 70.000 e kanë parë që e kanë ndjekur, kupton? Nuk e ma ha mendja se përveç asaj serotoninës vogël, atë qeshjen edhe ndjenjës mirë që mund t'i japi në kohën më të afërt, domethënë, ma ha mendja që është një pjesë e madhe që thonë që ja, edhe këto që shesin porth, jo po ky, jo po ai, jo po kam kaq lek, jo po shpenzoj kaq në Milano, jo po shpenzoj kaq në Lucern, e kupton? Dhe janë nxjerr gjithë ajo që ju ti s'ke kështu, ti s'ke ashtu, ti po gënjen, ti s'po gënjen, ti ke vajtur me këtë tek ai televizioni, ke tradhtuar te atë. Janë nxjerr gjithë. Edhe ky, domethënë, është argëtim falas për publikun një, po edhe nxjerr shumë nga këta personazhe, domethënë që janë thjesht kanceroza burrë jote. Kupton, janë shumë personazhe, për shembull, unë kam vënë se unë kam seriozisht disa nga videot I kam parë dhe me lapse dhe me letra, domethënë, që vetëm doja të shikoja, domethënë që sa ja fuste trapit kot edhe sa gjëra I qëndronin. Thjesht mahnitesh në fund, plako që po t'ja heqësh aty ato sharjet edhe atë mënyrën e tij, domethënë.
thjesht do çuditesh ndonjëherë, domethënë ato fakte. Që unë nuk e prisja asnjëherë, domethënë siç e tha, unë personalisht jam jashtëzakonisht shumë skeptik kur vjen puna të tilla, se unë nuk mendoj se harihet atë lloj mënyre, dhe pavarësisht vetë si individ në jetën private jam një person që përdor goxha shumë fjalë, si ta themi, fyese apo sharje apo etj. Si mendon ti? Ke bërë do e lë Albionit, po thjesht do them diçka të vogël, do na ke bër njëtin vëzhgim si kush ishte ai Ismail Kaderej që tha Goldexhi është super poet. Për Unikatilin. Unë Katilin, po, do të thënë që shiko, unë besoj se ke drejt një farë pike, po nuk është se duhet tregohemi ndonjëherë elitist, kështu që dëgjoj muzikë dhome dhe muzikë vjene, se edhe këto personazhe duhen. Thjesht është mos bën kështu super antivlerë e madhe kjo shqetëson. Tani unë me gjysmë humor, nëse më lejoni ju, do të bëja një interpretim marksist të situatës. Ti ta duash ti. Sepse kam pa një qenë nga organizata politike, nuk e di cili ishte, që thoshte u futën në burg edhe Noizi edhe Klevio, i pasur i doli i varfër ngelin burg. Tani duhet kuptojmë që ka dy klasa, me që thej klasa e VIP-ave. Janë shfrytëzuesit dhe të shfrytëzuarit. Klevio është tek të shfrytëzuarit. Nëse ai ka filluar dhe flet kështu, ai ka fillimet e ndërgjegjës klasore, po e kupton se ku e ka vendin në shoqëri. Tani Klevio kujt i flet? Kush është më së pari? Është një djalë që ka rënë burg, ose nuk e dia ka qenë në emigracion, po edhe gjithë ta VIP-at e TikTokut janë djemë zakonshëm, çuna lagje, nuk është se janë elita e shoqërisë. Këta shkojnë në emigracion, këta janë ata që do hipin komunave, këta janë ata që do bëjnë burgun, do përpiqen të pasurohen me çdo mjet, po këta ju flasin tjerëve si ata, çunave të lagjes. Tani Top Channel nuk është Top Channel është në klasën e të shfrytëzuesve. Dhe nëse ka VIP-a tek Top Channel, për shembull Noizi, dikur mund të ketë qenë që rrifej nëpër rrugë. Sot ai është një biznesmen, një pronar i madh. Sot ai është pjesë e elitës sepse del krah kryebashkiakut dhe merr fonde dhe bën koncerte të mëdha. Kështu që pse po tërbën Top Channel? Top Channel po tërbën sepse nuk e kanë kontroll TikTokun. Këta po bëjnë lek në TikTok dhe nuk e kontrollojnë dot askush. Dhe këta po përpiqen si që të futen tek ai treg. Dhe nëse ata marrin Klevion në emision, ose nëse marrin një personazh tjetër që është fringe në emision, përpiqen që ta institucionalizojnë, ta marrin, ta bëjnë pjesë të vetes, ky le të bëj famë, por gjithsesi, po themi, kontrolli ngelet tek e njëjta elitë tek i njëjti televizion. Por ata mund marrin një, por pjesa tjetër do vazhdojnë të jenë atje, do vazhdojnë të jenë shfrytëzuarit, do vazhdojnë të jenë njerëzit e thjeshtë, njerëzit e përçmuar, nuk do të thyen kur, duhet kuptojmë që secili ka një vend në shoqëri. Kështu që ky është konflikti për mendimin tim. Për mendimin tim TikToku po e demokratizon një farë kuptimi gjithë këtë tregun mediatik. Ka probleme sigurisht, sepse nxirret ignorancë e madhe, po tek i fundit çfarë janë faqet e memeve? Çfarë jemi ne që po flasim këtu? Jemi njerëz që nuk kemi akses në media, nuk kemi miq të fuqishëm, nuk hedhim lek për të bërë reklama, por përpiqemi të komunikojmë me njëri tjetrin, përpiqemi të nxjerrim ndaj mesazh, përpiqemi edhe të ndryshojmë për mirë, nëse mundemi, dhe themi i flasim njëri tjetrit, i flasim të ngjashmeve me ne. Kjo atyre nuk ju leverdis dhe ata përpiqen të blejnë disa figura të shoqërisë civile, disa figura të internetit, disa edhe faqe memesh blejnë. Më fal, Albion, për të thënë diçka, se jam dhe i qik në brendësi të këtyre mediave, shumica analistëve, paktën tyre që edhe në tjetë analistë të çështjeve sociale, nuk lejohen kryesisht të dalin, nëse ke kontratë me një televizion, nuk lejohen të dalësh te televizioni tjetër, të flasësh. Domethënë e kanë centralizuar dhe figurën e dikujt, e kanë monopolizuar domethënë si tip branding. Po edhe vetë statusi i analistit është me parti. Dalin këtu ose atje, ai nuk bën analizë, ai bën propagandë partijake për njërin krah ose për një politikan që e mbështet. Kështu që prandaj dhe Arjan Konomi domethënë nuk dilte me asnjë vend tjetër gjatë kohës së përputhshëm, po dilte edhe në TikTok. Se kanë kontratë. By the way, me Klevion bashkë edhe me Kozakun Arjan Konomi, sepse ata ishte vetë gjë e parregulluar në kontratë. Ajo funksionon me kontrata, domethënë me daljet, po
Ajo që ta Albioni është e vetmja gjë marksiste momentalisht kështu e pastër, sepse është barazi për setilin, për gjithë ne. Edhe nuk është se ka një kontroll kështu super të centralizuar, mundohet të bëra, mundohet të bëjnë televizionet, por prap aty aty është realisht marksizëm, domethënë marksizmi i pastër që secili është në gjendjen e tij bëj çfarë doj, secili është i barabartë. Po në momenti që edhe aty do kontrollohet dhe aty do vendoset rendi natyror i gjërave në mënyrë normale, dikur të bëhet lider, pastaj do jetë. Unë do të bëj një pyetje, por do t'ja bëj Albioni. Domethënë, ti fole për reperët të cilët edhe për këta figurat që janë me klasën edhe marrëdhënie klasore, edhe noizi, edhe ndoshta edhe stresi me këta që kanë një lloj atashimi dhe tashmë janë bë disi elitar me pushtetin e gjitha këto. A mendon që në këtë qersull, në këtë zhurmënari shumë të madhe të këtyre gjëra, a mendon ose ndoshta edhe ka dalë, nuk jam ndjeni, po që do dalë një figurë, një reper i popullit, po them, një që flet edhe për shumë probleme, për çështje klasore, për minator, për ato të papunët, për gjëra të tilla. E ka emrin Nikatil. Po t'ja nisim rapit, po gjejmë këngë të Tupacut me shok, flasin për bandat, Crips and Bloods e tjera, kanë edhe këngë si Mr. President ose këngë tjera që flasin për problemin thelbësor që ishte ose ndoshta vazhdon të jetë shoqërinë amerikane, që ishte një klasë ose një racë që nxin, që ishin gjithmonë në fund shoqërisë, që nuk merrin as investime, as vëmendje nga policia, ju jepej vetëm krak për të shit në rrugë, edhe vdisni ose bëni çfarë doni. Kështu që ai kishte i farë ndërgjegje, sepse Tupacu kishte edhe nanën me këto panterat e zeza dhe kishte i farë ndërgjegje. Jo gjithë e kanë. Për shembull, po shohim reperat sot amerikanë, po themi, flasin vetëm për kokainë dhe femra, nuk është se plus që edhe ata janë bërë pjesë të sistemit sepse janë bërë milionera, kështu që vështirë të kesh ndonjë reper antisistem. Nuk është që nuk ka, nuk është që nuk bëjnë këngë sociale, është ai çuni që ti e njeh. Harrova emrin tash. Por varet nga ndërgjegja e tyre, varet sa ata e kuptojnë që mund ta përdorin këtë medium për diçka të mirë. Dhe varet jo vetëm për reperat, por kjo vlen për gjithë. Varet sa Bleoni, sa Albioni, sa Andi e përdorin Albi, pak audiencë që kanë për vllai si duket, domethënë nuk qenë në dini të repertorit të Unikatilit. Po jam dakord për Unikatilin, po flas për aktualisht që është ai Killua që bën edhe këngë. Arizdema e ka. Po ka një farë kuptimi, jo vetëm llapa unë jam i mirë, unë jam më i miri, po ka një farë e bën njeriu me mendu avash, prit se kush jam, prit se ku shkoj, prit se dikush po më shfrytëzon, po tallet me mua. Ai më fal Albion, ai ka bën një lloj parimi me veten, se unë e njoh e kam mik, edhe domethënë aty çka bë me veten është që nuk dua të jem njëri komercial, ka thënë, edhe gjithmonë ka refuzuar sepse do të krijoj një lloj rapi disi urban, domethënë atë pjesën e qytetit që nuk e shikon askush, domethënë ata njerëz që nuk i shikon askush, ato gjëra që nuk i shikon askush. Sepse është shumë e lehtë të biesh në këtë, edhe është po të njëjti shok, se s'dua të përmend emra, person që shoqërohet me të, bën muzikë komerciale, domethënë sepse gjithë kanë këtë tendencën që në treg ndryshe nuk bëhet, por shikojmë që ka njerëz që të vlerësojnë dhe për atë që është i famshëm si këta Enca e nuk e di këngëtarët komercial, por ama do kesh ndjekës të cilët do dëgjojnë realisht për atë që ti bën, dhe jo sepse njëri komercial. Shikoj, më shpresoj që ai t'ja dali, po problemi është që mos pari të duhet një audiencë, kështu që a do jesh komercial apo do jesh për problemet sociale apo do flasësh për problemet e popullit tonë. Mbaj mend ka qenë ai repisti Doza që po t'i bë këngën Unë jam Klodiani. Edhe ky Doza ka qenë dikur ose ka qenë ajo kënga asociimi, ju kujtohet? Është këngë. Edhe sot e kësaj dite është aktuale. Kështu që këta janë djem të lagjës u burr, këta janë djem të thjeshtë, nuk mund presim. Po pra janë ndryshime, për shembull, unë që e pëlqej dhe që ndjek goxha si sken, domethënë e kam ndjekur që kam qenë shumë i vogël. Për shembull, ndryshimi mes dikujt si Doza dhe Killua dhe Unikatilit është fakti që e para as Killua as Doza falandis me që e ke edhe mik nuk janë në njëjtin nivel që Unikatili, as nuk krahasohen, domethënë se unë nuk mendoj jam dakord në të njëjtin nivel, domethënë, por
por nuk shiko, këta të rinjt nuk e kanë këtë humility, më plotësojnë çik kalbi, si i thonë në shqip. Lutem. Por Si modesti. në pasur Unikatili që i ka bërë këngë me atë nivel që i ka bërë, po i ka bërë edhe nuk ka pasur shumë problematik se në atë vite kur kam qenë nuk digjon 10 vjeç apo 15 vjeç që ishin Baba Stars dhe Tingulli Trend dhe të tjerë që e merrin gjithë vëmendjen. Ai ka vazhduar, i ka bërë. Kurse shumica në ata të veçrit tash domethënë më shumë ankojnë që pse nuk e marrin ata vëmendjen dhe pse e marrin ata të tjerët. Kur në fakt, siç e tha përpara, tregu e vendos. Unë tani duhet ju ftoj juve të dyve, edhe çdo individ që do ta dëgjojë podcastin ku të ngarkohet, të dëgjojnë këngën e Unikatilit që quhet Qëndro. Nuk ka këngë që nuk ka asnjë këngë tjetër të krahasueshme me atë në Shqipëri që të jetë aq aktuale për të dhimbjen e madhe që kalojnë gjitha familjet shqiptare dhe shteti shqiptar me ikjen e trinjve me të gjitha të tjera, apo shihemi për kujtime, apo lotët e nënës, apo të tjera për shembull. Unikatili edhe ka përshtet studentat kur bë protesta madhe, kur qeveria ka frikë nga populli, atëherë vjen ndryshimi. Kurse Norris ishte në krah të qeverisë. Unë mendoj që është e vërtetë që ka thënë Dostojevski, domethënë arti i mirë vjen nga vuajtja e madhe, edhe çështja është që unë shikoj se këta bëjnë shumë kopje, edhe Noisy dhe këta, jeta e vështirë, banda domethënë të kopjuar dhe modele amerikane. Edhe për Killa në këtë rast, domethënë vlen kjo kritik. Një artist i cili nuk ka vuajtur shumë, edhe nuk e ka marrë këtë, nuk mund të krijojë art, domethënë arti nuk mund ta krijosh shumë nga hiti. Është problemi te gangsta rap. Gangsta rap në Shqipëri është fut vonë kur janë ndesh këto grupet e TBA me që ishte ajo tjetra. Otëra. Po kanë qenë fiktive një çik, se nuk është se kanë qenë kështu. Okej, po kjo vjen nga kultura amerikane që ndesheshin bandat me njëra tjetrën. Edhe në Shqipëri që filluan shkoi edhe ai djali ai Jetmir Dollapi ngeli paralizu, mos ai tjetri që gjyti në pistolet, nuk është lehtë futesh në treg. Mirë po gangsta rap në fund do prodhoj gangstera, ata okej, kanë evoluar tashmë janë bë biznesmen, Noisy se ka mendjen për tu rrafur rrugëve mendoj. Por gjithsesi është vështirë që Killu të futet te gangsta rap do t'i sfidojë ato tash ose jo. Nuk po them këtë, unë po them që ka fusha përveç gangsta rap ka shumë fusha, por besoj që nga vuajtja, nga kjo, aty e gjen terreni për të bërë tekstin, domethënë për gjetur lyrics, për të bërë muzikën. Edhe unë shikoj që ka shumë rapista të majt. Madje ka qenë vrani rapist i majt dhe u bën një super protestë nga antifashistët atje. Me sa mbaj mend. Këtë po them unë, të kërkoj tek drama shoqërore dhe prodhohet sepse nëse ti nuk je aty, nuk i shikon gjërat, nuk merr pjesë. Nëse ndoja nuk je edhe raper, që merr pjesë në një protestë, në gjë, nuk i shikon ato dhunën e shtetit dhe këto, nuk e si e krijon këngën, nuk e si e krijon tekst. Kjo është po ndërpres Andi, se po ndërpres shumë. Por nuk është vetëm rapi, është edhe muzika rock. Muzika rock ka lënë si rebelimi, dhe metalarët janë më të rebelueshme që bëjnë është që pinë bar. Nuk i shohim kurrë në asnjë lloj aktiviteti s'po them politik, po nuk me asnjë lloj ndërgjegjje që të rebelohen ndaj sistemit. Ajo është degë vdekur e muzikës, fatkeqësisht. Po ekziston disi, edhe ata supozohet që të jenë rebela dhe nuk ka rebelim, po kjo ekziston kudo, edhe në pikturë, edhe në muzikë. Përkundrazi, janë këta metalarë kam parë një njerëzit më të butë që njoh, domethënë më fakir. Mirë të butë, po të konformuar. Është e frikshme. Edhe pjesa si dhe ka i filmi shqiptar që bishti i qenit bish qenin ngelen. Të gjithë tha që janë bërë edhe biznesmena që edhe do marrin investime ju. Të gjithë nuk e kanë atë kapacitetin që do e kishte një person. Shoqëria civile, Zhaku që e përmende, sot është më afër Lalieri se që mund të jetë afër popullit. Jo, merr fonde, merr projekte, merr kështu, edhe është bërë e stacion. Por prandaj shiko, unë prandaj po them që në rastin e muzikantëve ne duhet t'i ndajmë pak. Unë jam gjithmonë për shkakun që duhet ndar artisti nga arti që ai prodhon, domethënë në çdo lloj rasti, kushdo artist e tjetër, çdo lloj gjëje që mund të ketë bërë, sepse të gjithë këta në Shqipëri kanë kaluar cakun. Unikatili kur ka ardhur për herë të parë për koncert,
nga pjesa që nuk ishte mësuar as me kamerë as me një gjë, një nga ato reporterët e Kosovës e ka shtyrë në aeroport. Noizi vërtet është gjasë me biznesmenë dhe po shikon investime strategjike. Ama këtë Klevion e goditi kështu në rrugë, ja nxori dhe video pasaj se bishti qeni ngelit e do atë vëmendjen ai si agresive apo si i fortë i lagjes apo auiu si bossi, e kupton? Po shiko, apo besoj se stresi këtu me ato që iku Aratis nga burgu e jo në për to. E kupton, nuk ta persona, prandaj po them duhet i përmbahen asaj gjëje dhe ky individi që ne kishim fjalë deri tani që për Klevion, domethënë, këtë punë e bën më mirë nga këta. Ai nuk ka thënë asnjëherë as jam më i mirë, as jo me Lalierin, as me të gjithë. Ai është futur me spat edhe patën kombat. Po të shohim sa do krijoja logikë. Shiko, këtu është ajo gjë Altmani që do vdesësh si hero apo do jetosh mjaftueshëm si të bëhesh ai i ligu. Bravo, e ke kapur më fiks nuk ka mundsi. Të dy shembuj perfekt që më vinë ndërmend. Sa e them këtë gjë është Ermal Mamaqi, Gaspaja, që kanë qenë çuna të preferuar nga publiku, humoristë dhe tani janë bërë të ligët. Edhe unë besoj se edhe këta do kenë të njëjtin fat. Shpresoj që mos e kenë, po. Po ky nuk ka për ta pasur deri tani, nuk duket e afërt, më thënë se ky thjesht i është futur me spat të gjithëve dhe nuk ka lënë me asnjë njerëz që do t'i afrohet, kështu që mba mendja mund të jetë një nga ato rastet që në mënyrë figurative do vdesi hero, domethënë, ose do kancelohet hero apo etj për emrin e vet. Kështu. Mirë, çuna, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë. Ne do dëgjohemi episodin tjetër. Ja kalofshi sa më bukur. Tom, kujdeseni për veten. Mirë. Nada.